Alarm në tregun shqiptar, sheqer me kimikate të rrezikshme shitet I gjithi pa kontroll. Një rrezik serioz për shëndetin e qytetarëve është evidentuar në tregun shqiptar, pasi është shitur në mënyrë të pakontrolluar një produkt I kontaminuar. Sheqer palm me nivel të lartë dioksidis qufuri, një alergen I rrezikshëm për organizmin. Sistemi Evropian I njoftimit të shpejtë për ushqimin ka dhënë alarmin më 10 prill 2025, duke identifikuar produktin Palm Sugar Slices të DBG200 si të rrezikshëm për konsum. Dioksidi I qufurit I pranishëm përtej kufive të lejuar, është një kimikat që mund të shkaktojë reaksione alergjike të rënda, probleme me frymëmarrjen, efekte afatgjata në shëndet sidomos për fëmijët dhe personat me astmë. Produkti është prodhuar në Tajland, por në Shqipëri ka ardhur përmes një importi nga Holanda. Autoriteti kombëtar I ushqimit konfirmon se gjithë sasia prej 24 kilogramash është shitur përpara se të merrë njoftimi nga BE. Alarmi është dhënë shumë vonë në momentin kur AKU-ja bëri verifikimet në teren, produkti nuk ndodhej më në magazine apo dyqane. Emri I kompanisë importuese nuk është bërë publik. Subjekti nuk e kishte më në gjendje produktin gjatë verifikimeve tona. AKU-ja ka bërë njoftimin, por sasia është shpërndar plotësisht, thuhet në deklaratën zyrtare.